أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر ويقوله أيضا ويذكر اسم الله في أيام معلومات ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته siç është e njohur në mbar opinionin, se s'është të bon kjo. Jemi në ditët e mëdha të haxhit, të cilat Allahu subhanahu wa taala I ka përmendur në Kur'anin e Kerim dhe I ka dalluar dhe I ka lavdruar dhe I ka ngritën shumë lart për të ngelen ditët më të dashura dhe më të lavdruara në kalendarin islamik janë këta ditë. Po ashtu edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam në praktik dhe në teori I ka përmendur këta dhe janë transmetuar këta hadithe nga shokët e Resulullahit alayhis salam për të arritën do të thotë vetëdijsimin dhe ndërgjegjësimin dhe muslimani për të mbajtur llogari, domethënë për veprimin e tij në këta ditë të dashura dhe të mëdha të Allahu subhanahu wa taala. Dhul Hijja, domethënë janë ditët e muajit në kalendarin islamik dhe janë periudha e haxhit. Dhe aktualisht ata të cilët e kanë pasën fat me qenë haxhi, domethënë pjesa dërmuese e tyre vetëm kanë ateruar dhe kanë arritën në vendet e shenjta, edhe inshallah Allah ju ndihmon me shëndet e me muhabet dhe I krijnë obligimet dhe Zoti ja u bën kabull dhe neve të tjerave inshallah viteve të ardhshme Zoti na fton. Edhe ne mundson që të vizitojmë ata vende në këta ditë. Dhul Hijja 10 ditët e muajit Dhul Hijja. Dhul Hijja është muaji 12 I kalendarit islamik. Është mirë pak do pika minu mu orientua, mos me jetu tan jetër, mos me ditë shkemi do folën Dhul Hijja. Dhul Hijja është muaji 12 I muajit islamik. Këto 10 ditë janë 10 ditët e para të muajit 12 në kalendarin islamik që po flasim. Allah në Kur'anin e Kerim të I ka përmend në një sure Bismillahirrahmanirrahim wal fajri wal layalin ashr. Pasha sabahun dhe 10 ditët. Në Kur'an janë të përmendura dhe të lavdura. Rasulullah alayhis salam në hadith ka thonën ma min ayamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam. Nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë është e dashur të Allahu subhanahu wa taala sikur këta 10 ditë. Tash ulemat më në rënd debati zgjerohet, janë 10 netët e Ramazanit, shumë të mëdhoja, me shumë sevap, privilegj dhe prioritet, dhe janë 10 ditët e Dhul Hijja të përmendura në Kur'an, 10 ditë shumë të mëdhoja të dashura të Zotit dhe vepra në këta ditë ka shpërblim ekstra. Çdo punë që e keni bën jashtë këtyre ditëve ka pagimin e vet, në këta 10 ditë special ka pagesë të 2 fisht e të shumë fisht. E po tash muhabeti 10 netët e Ramazanit dhe 10 ditët e Dhul Hijja. Ulemat kanë thonë cilat janë më të mira pro, se tu dihet janë shumë të mëdha, shumë të dashura të Zotit dhe shpërblehen, shumë paguhen. Për me përfunduar debatin në ulemat kanë thonë nëse janë fjala për net nota, më të mëdha janë netët e Ramazanit 10 të fundit, nota. Nëse është fjala ditët, Dhul Hijja ditët e haxhit janë më të mëdha në kalendarin islamik. Pra këto janë për ditën të haxhit, të Ramazanit janë për natën. Natët më të mira janë të Ramazanit, ditët më të mira janë të Dhul Hijja. Ma min yawmin aktharu min an ya'tika Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa.
Në mesin e këtine 10 ditëve është domethënë haxhi, krijet edhe në mesin e këtyre 10 ditëve është edhe dita e Arafatit, e cila është dita absolut më e mira e vitit. Edhe pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonën, në asnjë ditë mbrana vitit Zoti nuk mëshiron dhe nuk fal prej xhehenemit dhe mëkateve dhe dënimeve sikur ditën e Arafatit. Është hadithi pejgamberit alayhis salam. Dita në të cilën Zoti mas shumti i mëshiron robët e tij, u afal gjunohet, i tejkalon gabimet, i amneston dhe i liron prej dënimit zjarrit të xhehenemit dhe u përgjigjet lutjeve të tyre dhe i përmbush kërkesat sikur në ditën e Arafatit. Është dita më e madhe për ata, dhe pejgamberi alayhis salam për haxhin ka thonë el haxhu Arafa. Haxhi si namazi, dahat ka rukën, ka sharte, pastaj vijnë farz e vaxhipe. Rukni i haxhit është qëndrimi në Arafat. Shtilla kryesore e haxhijes është dalja në Arafat. Pejgamberi alayhis salam ka thonë haxhi është Arafat. Që do të thotë krejt punë me i bon në haxh, me farze, me sharte, me vaxhibe, me sunete, e me tavafe i ihram me gure, atë këtë nuk ke dal në Arafat. Sën ke dal. S'ki haxh. Haxhi është Arafat, për faktin se është dita më e ngritur dhe më e dashur dhe më e lavdruar te Allahu subhanahu wa taala, ditë në të cilën i fal, domethënë mëkatarët, gjunahqarët, ata që kërkojnë falje dhe i mëshiron. Domethënë në Arafati, në mesin e këtyre 10 ditëve i jap pesh këtyre ditëve që po flasim. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaika fayaqulu ma arada haula. Domethënë kur dalin qytetarët, besimtarët në Arafat, kush ka qenë pak a shumë mund ta imagjinoje, domethënë miliona qytetarë në të njëjtin vend, në të njëjtën kohë, pa dallim, një barazi absolute, një barazi totale, që flasin domethënë qeveria, muhabeti, pakica, ngjira, nuk ka rol përkatësia fetare, kombëtare, këtë kanë rol. Leni ato muhabete në dënju e dini, sa është fjala partia, politika, qeveria, as që i ven era barazijes. Leni ato muhabete. Barazia absolute është vetëm në dinin e Zotit. Në Bajram, në Xhumo, në namaz, në Ramazan, në haxh, në Arafat. I pasur, i bardh, i zi, arab, kinez, koeti, rus, gjerman, amerikan. Unë jam Zoti juaj më i lartë dhe unë ju kam krijuar. Tash Allah kur t'i shofe qytetarët në Arafat të barabart, pa gjini, pa përkatësi, vetëm besimtar në Zot, katëronët e botës, ama i pasur intelektual, pastrues, qeveritar, mbret, ko e diçka unë, që ati me mujen shator, njajt. Barazia absolute dhe totale. Edhe krejt ata të e lutën Allah subhanahu wa taala, të e madhëruan, të e lavdruan, të e përmende, të e ngrit. Allahu me lajkeve ju thot, çka po kërkojnë këta? Asha jo muhabeti, Allahu kur e ka krijuar Beni Adem, domethënë njeriu, lloji njeri, kur na ka krijuar neve, me lajkat i kanë thonën Zotit në atë muhabetin e vjetër, në Kur'an, e keni. Po pse po e krijon që çka bën shkatrim në tokë edhe xhakderdhje? Allahu ka thonë atëherë me lajkeve, unë e di atë që ju nuk e dini. Prej asaj që unë e di, ju nuk e dini, do të ketë njerëz që madhurojnë, më lavdrojnë, e më madhërojnë, dhe më falenderojnë e mbesojnë, edhe prej atyre janë ata të cilët do të qëndrojnë në Arafat. Besimtar, adhurues të mëdhej, të e lutë Zotin, për falje, për mëshirë. Miliona, Allahu i thot me lajkeve tash atë muhabetin. Thot apo i shifni robët e mi? Kur ju thojsha se unë do të krijoj
dhe nga mesi i tyre do të dalin besimtar, e qytetar, e të moralshëm, e me moral, e me akhlak, e me edukat, e me tërbije, e me besim. Nuk ka këtu gjakderdhje dhe shkatërim, a janë një pakic në botë. Edhe Allah thot, krenohet, lavdrohet përballë me lajkeve, dhe ju thot me lajkeve, apo i shifni këta, çka po kërkojnë? Mëshirën dhe faljen e Allahut subhanahu wa taala në këta ditë të lavdruara dhe të përmendura. Ajo që kërkohet ne, do më thonë, në këta ditë që ti materializojmë, ti kapitalizojmë dhe që u shohim hajrin, do më thonë, fillimisht duhet të respektojmë vetën, të dini se jetoni në ditë shumë të rëndësishme, të dashura dhe të lavdruara, nuk lejohet dëni veprim tash i pahishëm. A di me njoni në bisedë para disa ditëve në kafe, e i thash mundësisht namazet mos i lini mrana këtire ditëve. Se nuk ka kur një fsha sensi, nuk ka kur një fsha logjike në këta ditë të mdhoja me e bon dhe një shkelje të tillë, të mos flasim për harame tjera. Se janë ditë shumë të dalluara. Kërkohet që besimtarët të bojnë teube, të pendohen te Allahu subhanahu wa taala për një të kaluar e devijuar, për një veprim i pahishëm, për një shprehi e ndaluar, ku e di unë, është mirë mu penduan te Zoti në këta ditë të mdhoja. Sinqerisht dhe realisht, dhe ndoshta Zoti ju shikon me syrin e dashurisë dhe mëshirës dhe përmisoheni në jetë, edhe ja shifni hajrin ju në këtë botë dhe në botën tjetër. Drejtoheni dhe rahatoheni, udhëzoheni, tobe me bon të Allah subhanahu wa taala, dhe me shtuon numrin e adhurimeve dhe lloje ngjirat e adhurimeve, me lexim të Kuranit, me dhikr, me doa, me istikfar, me kërkim falje, sadaka, vizit, tashin pjesa e kurbanit më poshtë do ta numrojmë. Ama pejgamberi në hadith ka thonë në asnjë ditë vepra e mirë nuk është më e dashur te Zoti se sa në këta ditë. Çka do që të bani në këta ditë është e veçantë, është shumë speciale dhe është shumë e dashur te Allah subhanahu wa taala. Prandaj mesazhi i Kuranit, i Sunetit dhe i Kursijës është që këta ditë të jeni të devotshëm, të jeni të sinqert, të jeni nga ata që e adhurojnë dhe e madhërojnë Zotin. Edhe prej suneteve është në këta ditë për t'i ngjan atyre që janë në haxh me hekën tekbir, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahil hamd, në rrugë, në makinë, në shtëpi, në ndërmarrje, në shitore, në ku e din. Është prej suneteve, është prej kapitalit të ditëve të mdhoja me hekën tekbir, sidomos në shtëpi. Këtu në Perëndim. Shpeshherë kam thonë, në shtëpi në Perëndim duhet të kumbon zëri i dhikrit, i Kuranit, i namazit, i lutjes, për faktin se jemi në vendet e huaja, shoqëritë e huaja, namazet hanë xhami, hanë fabrikë ndërmarrje atje këtu. Xhami ku thirrët e zoni me zmadhues nuk ka, është shumë e preferuar t'i gjallërojmë shtëpit tona, si pas hadithit pejgamberit alayhis salam, mos i shndrroni shtëpit në varreza, do të thonë të vdekura, pa shahadet, pa tekbir, pa ezan, pa ikamet, duhet me i gjallëruan shtëpit. Prej suneteve është agjerimi i këtyre ditëve, në përgjithësi, në veçanti dita e Arafatit. Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonën, shpresoj dhe llogaris tek Zoti që agjerimi i ditës së Arafatit t'i fal gabimet e vitit të kaluar dhe vitit që po vjen. Çështo është hadithi bukfalisht. Agjerimi i ditës së Arafatit llogaritet dhe shpresohet tek Zoti t'i fal gjunohet e 2 viteve. Si vjet neve në karan pak gat, akşam janë sati 10, ama një ditë për 2 vite me i shlijen, do më thonë, miliona gabime
që ne i dim me pjesën tërmuese edhe nuk i dim, mi kemi harruan, Allahu subhanahu wa taala i shlin me rahmetin e tij të pafund. Në hadith as transmetuar prej pejgamberit alayhis salatu wassalam, arba'un lam yakun yada'uhun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas punë pejgamberi alayhis salam nuk i kalon asnjëherë në jetë. Siyam Ashura, dita e agjërimit të Ashurës. 1. El Ashru, agjërimi i 10 ditëve ku jemi. Dhe 3 ditë nga çdo muaj, ditët e bardha të muajit, 13, 14, 15, edhe dire qate namaz para drekës, këta, nuk kanë temë të na nuk e din. Salatu duha, as njëherë në jetë se kalon pejgamberi alayhis salam para namazit të drekës, ora 10, ora 11, është prej suneteve të forta, ama ne kemi fjalën të agjërimi i 10 ditëve dhe Arafati në vete. Na jemi të folë njerë për Arafatin, ama pejgamberi alayhis salam këto 10 ditë i ka agjëruar. A'dhamu al-ayami inda Allah ta'ala yawm an-nahr thumma yawm al-qarr. Dhe në një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salam ka thonë dita më e madhe është dita e Bajramit, mas Arafatit. Tash edhe në ditën e Bajramit, do të thonë përveç namazit, vizitave, këtu do të thonë e kemi edhe kurbanin tash në këtë Ramazan. Edhe pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonën: "Men wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Hapni vesh mirë. Kush ka mundësi me therr kurban dhe nuk e therr, të mos afrohet në xhaminë tonë. Çto ka thonë pejgamberi alayhis salam? Manën men. Kush ka mundësi me therr kurban dhe nuk e therr kurbanin, të mos na afrohet në xhami. Çfarë do të thonën? Mos na u afro shumë na për muhabete, takime, mezhlise, mos shit men tash, mos u ban ma musliman se khalifja, nuk pa di çka të them. Ke pas mundësi me pre, që për shembull si vetë tarifa është 180 euro, që tash po ju tregoj, di se në fund edhe një herë do ta lajmëroj. Një kurban kushton 180 euro. I ke mundësit me e pre dhe nuk e ke pre kurbanin, nuk është punë e lavdruar. Nuk është punë e mirë, hiç. Adi hiç nuk i ban hije familjes së muslimanëve për këtë ibadet. Prandaj mesazhi është që nëse keni mundësi, domethënë që koha mos e islame këtu, 180 euro i depononi aty, edhe domethënë ata e morrin përgjegjësinë e menaxhimit deri te mbarimi i atij projekti me izin e Allahu subhanahu wa taala. Niyeti, tash do muhabete këtu lart poshtë, është e lavdruar kurbanin me prejën vet. Për neve tash vlen ki muhabet. Me që ne nuk e kryjm këtë punë në perëndim, për faktin se ka rregullore, procedure, ligje, që ne nuk i përmbushim ata kushte, këtu se në prat mbaçe, as në borë, as në mal, as në park. Ditën e mirë. Edhe ne i çojmë kurbanat Afrika, Azia, Arabi, Ballkan, don të thotë ne e autorizojmë tjetrin me nej pre, e autorizoj babën, motrën, vllaun, ose pasin islamet. Do me thonë me autorizim. Tash kur po bëjmë në muhabet këto që se din, edhe emrin, që emrin, nuk ka nevoj. Kurbanin kush do që e therr, niyeti shkon te ai që e ka ble, pa përmend, s'ka nevoj emra. Ka qenë një rast, në kohën e pejgamberit Abdullah ibn Omer, më duket, e ka ble një kurban prej një bariu në mal të Mekës. Edhe ka shku e ka prunë të poshtë edhe ja ka thonë njonit me presë s'ka ditë, se zotron atë punë. Edhe në një jetë ata shkure presin, e di, është prej kushave me thonën, Bismillah, Allahu Akbar, o zot pranoje prej meje. Ai bariu, i parë si mungë se ka ditë. Bismillah, Allahu Akbar, o zot pranoje prej meje. Ibn Omeri ka thonën, thuj sa dush, një jeti është para t'ja ble, s'ka nevoj me përmend. Ma për ata ulemat ka thonë, kur t'i jepësh parët, ose kur dilesh me ble në treg, kafshën, baktien, për kurban një jeti duhet. Për kurban. Një jeti janë me zemër, një jetë me gojë nuk ka në dinin tonë. Këtan që disarimi të thonë më popullat
e kanë pak problem. Ja. Ju sem në një dhbadu është mirë, do më thonë sunet me e prejën vetë, nëse je në vend dhe e zotëron këtë artë, si cëllis mundët tash, edhe ne nuk jemi edhe në vend. Edhe duhet me bëhen doa, prej doa e sa është me i thonë në minimum, o zot, pranoje këtë kurban prej meje. Pik. Wazn al-adhiya, dhe është prej suneteve kurbanin, baktien, kafshën që e keni bon një jetë për kurban, me zgjedh të trash, e heshme, e bukur, e pashme. Ama ta shtu në start kemi problemet, merë me vesh se bota ka devijuan, a materializuan, nuk edhe kurbani përfitohet për i kurbani tash, merë me vesh. Basi islame këtu që nuk e di une, organizata shoqata o gjallar, ku e di une, i merë 180, shkon pazare, blen kurbanin, tu dhon shpirt, kotë se likur. Po më në e dini të gjithë, nuk kam shet, as akuz nuk ka, se tash edhe une nuk ta bajnë këtë shërbim qështu, ati? Duhet me a maleni ato muhabete, qitapi. Kurbani është ibadet, nuk kam mish, as nuk kam për mu lavdru, është adhurim. Edhe nëse e ndërlidhni këtë, me ata gjë në Kur'an, Allahu ka thonën, nuk pranon vepra të zbehta. A më mërvesh? Si tem imazhe me të meta, me aquta që shtu, di, të ngordh, të dhon shpirt. A më vetë sa për informacion se ne s'kemi ndikim, ta se ne përmisojmë, nërëm i vesh. Si dush me pas kurban, i makinës, shkon pazar vetë, e zgedh dhe pagu, shkon të shtëpia e therrë dhe shpërndat ditën e mirë. Po jo se ne bajnë atë, se ne bajnë atë, pranon këtë që po themi. Ama prej suneteve është kurbani me qenën i trash. Se në Kur'an është, wa yu'adhimu sha'air Allah. Do më thonë në adhurimet e Zotit, ibadetet duhet të madhërohen. Ibn Abbasi ka thonë të kurbani, prej madhërimit të kurbanit është me qenë i trash, i shëndosh, i heshëm, edhe i pashëm. Ta është i e parët dikujt, një zotet i shfar kurbani kanë therë për ti e tësh. Ta në e dini këto hajvan të mëdoj me 7 persona. A i emrin hajvan i madh, e di? Moshën e ka, ama ka hajvan të madh 800 kg ke bik muzat. Ama ke edhe lopë që i ka 200 kg, 150 kg, 250 kg për 7 vetë. Mund që me imaginuën sa është e bukur, sa është e trash, sa është e rujtëme. Për faktin kanë thonë se sa ma e trash, sa ma e rujtëshme, se vapi është më i madh, shpërblimi është më i madh, dhe respektin që e ke treguan për këtë ibadet, do më thonë respektin është më i madh. Shifë, a di sikur dhe një punë, kur e ban dhe një domaqin familjar që është, çdo punë i ka hije, edhe për balë ati një kopuk, të njëjtën punë kur e ban shkele shko, e di? Edhe kjo, kurbani i zotrinjes, kurbani i familjes me oxhak, dhe kurbani i dhe një kalimtari të rastit. Edhe mënyra se si prehet, do thonë kafsha që a bon një jetë për kurban, duhet të merret me kujdes nga vendi i qëndrimit për të quan të vendi i therrjes, duhet me quan me butësi, nga dal, pa dhun, pa presion, pa shtin, pa e trishtu, që kjo është ajo që po themi, duhet me madhëru, se kjo është ibadet. Duhet me kujdes, me mor kafshën nga vendi, për ta transportuar të vendi ku e ke bon një jetë me therr, me plot përkushtim, plot dashuri dhe investim. Ti e din se është investim, ajo ibadet. Edhe thika, mjeti me të cilën therrët duhet të jetë imprehur detyrimisht për shkakun sa më shpejt të krijet procesi
ma pak të ketë dhimbje, nuk lejohet të ne përpara, nuk e dia, varfëria materiale ka qena varfëria intelektuale, me kosa, briska të drishk, kujt i kuj gjojshin e pramare, në përqoshe, rampam ditën e mirë, gazepin e zi. Thika duhet të jetë e re, e mpreht, edhe nuk guxon thika të tregohet para sinjve të kafshës. Mbas, do më thonë, nuk guxon me pa kafsha thikën. Kja dini e Allahut, pe i kësaj muni me nëzirë pastaj shumë sende. Që ne jemi të udhërum, të kemi mëshirë dhe dashuri për kafshën që e kemi bon kurban. Ashtë shpirt që e ka kriju në Zoti. Të mos flasmi për njerëz. Edhe kafsha, si them, në tokë kur të shtrohet, duhet në anën e majt, madën men këtë, në anën e majt kafsha. Themi nëse kjo është e gjatha, edhe kjo e majta, në të majtën duhet me shtrin tokë. Dhe ka kibla. Ama të ne i ktheshin ka kibla, ka pas raste ama e shtrirë në të djathtë. Jo, e shtrirë në të majtë, malën men, dhe e drejtume ka kibla. Edhe nëse përfundon therrja, dohet me pritën një kohë të mjaftueshme ti del shpirti, ata që kanë pa, që e din, po mendoj ama sa për informacion, duhet ti del shpirti mirë, edhe nëse ja heqni kokën, dhe është ai procesi i pastrimit të gjakderë dhe daljes së shpirtit, ban lëvizje kafsha, dhimbta e shpirtit, ban lëvizje. Ata që se din mundohen ta mbajnë, është e ndaluar me mbajt kafshën. Mos lëvizje, ta mbajmë. Nuk ke të drejtë me prek, atë se e ke lidh për shembull kushtimisht edhe mo tërhiqesh. Duhet me pritën mirë, ti del shpirti, pastaj fillon procesi i rrjepjes e tjera. Ama nuk lejohet për shembull tash aty mos të them se dini se këto tema janë shumë të rëndësishme, mund të folëm për kurbanin. Se këtu kije për shembull akuzat e thertorët. Se ai kur ti mbledhe 1000 kurbana 1000, ai s'ka vakt me priti dal shpirti. Ka kokën biske bismillahirrahmanirrahim për zgjalli. Se i duhet kohë, tash unë e kuptoj, ama unë tjetër tema është ajo. E therr, duhet me priti del shpirti. Kur ti dalë shpirti, fillon procesi në vijim. Është e ndaluar. Edhe është prej suneteve me hangër prej kurbanit. Neve qëto sunete, qëto kurbane që i presim, Allahu inshallah i ban kabul pa dyshim. Ama ne as vet nuk jemi me therr, as me hek një tekbir kur ta prese, as me pas fatin me i fal një dire qatë para kurbanit, as me pas fatin me pa, barëm edhe nëse në pres, ose me pas fatin me hangër për kurbanit tim. As prej suneteve. As sunet kjo, as sunet ajo, këtu s'ka sunete. Këtu a vetëm farzi. Vajibi kushtimisht, pret kurban ditën e mirë, Allah inshallah e ban kabul, ja shofin hajrin inshallah, ato që kanë nevojë, inshallah ju shkon atyre në sofër, e bojnë të një doa për neve dhe familjeve tona, e Zoti na i ban mirë mbar, ndonjëherë në ahiret. Ama prej suneteve, kam fjallën keqardhja, se si atiti, ama prej suneteve është me hangër prej kurbanit tanë. Ka hangër pejgamberi alayhi salatu vesselam prej kurbanit vet. Edhe ai që pret kurban, kjo vlen tash për neve. Prej dje, për dje, kush e ka një jetë prej juve me prejën kurban. Prej dje, është ndaluar mu qeth, flokt, ndaluara me hek mekrën dhe me i prej thojt. Deri kur, prej dje, deri ditën e bajramit, e fal namazin, shkon të shtëpia, e han drekën. Nëse ke informat që a prej kurbani, mundesh mi prej thojt, mi hek flokt, mi hek mekrën. Nëse s'ke informacion, për shembull, prit, deri mas i kinije, deri mbrëmje, edhe nuk të bëhet vonë, deri kur të mendoj se sigurisht
akri ki proces, di? E atëherë dhe më thonë, ditën e Bajramit, në mbrëmje, mund është me ek flokt, me rrujt mekrën, rëmi prejnë, thojt. Ama në këto dit, është me kruh. Nuk është e pëlqyrë, është prej sunetave, dhe më thonë, mësë me prekën kur gjohë me ngja, atyre që janë në ihram. Se kur jeni në ihram e dini, as vetëllën zgudzon me hek. Dishka me prek, hiç zgudzon e ndalume. Në për trup, për që ta nuk kanë lejume shumë mu krujt, mu asiset betën i kime. Është simbolika e paqes, sa ditë ma shkur ta kuptoni, bardh, këtë barabart, dhe paqësor. As gjithë zgudzon me këput, as bari, as miz, as insekt me va, kur gjohë zgudzon me prek, në hiram kur je. Tash me ju ngja atyre, ti që pret kurban, është mirë mos mu qef, mos mu rrujt dhe mos mi prejan. Thojt. Dhe prej suneteve është me ndanë kurbani, një pjesë me hongër ti, një pjesë familjes tënde, këta 100 herë kemi treguar se të na tash, elhamdulillah, dek kemi, s'kemi nevojë tash për mishin e kurbanit, edhe me automatizëm e ditu me shpërnda, jo. Prej suneteve është një pjesë për familjen, shtëpinë tënde, 1/3. 1/3 tjetër, farefisit tanë familjeve edhe pse janë të pasur, dhurat, hajnë fak. Dhe e treta shkon sadaka për të varfër, e këta sadaka për do më thonë për të varfër. S'ke nevoj, s'je ati, shkon krejt, sa ma shumë të shpërndajsh, ma se vapën është. Ama do më thonë sunet ka qenën 3. Wa tuzil adhja l-wahida ala rëgjullin wahlu dhe një kurban, këta në shpesh e diskutojnë, në djek mësone, një dash, një dele, por shumë unë e kam bo njetë me pre, vlenë për gruën time, vajzat e mi, gjemët e mi, familjen time, 1. E dini këtë dilem në e kemi, qja pres babës 1, nonës 1. Qota i vlavi një për veti, një për grujën. Tash nëse kije, okej, kita mirë, se ajo kitë sadakat, kalzo. Ama nëse je pak më ngusht, realiteti islamik është një kurban për një familje. E tash të dhe, kush ka pre kurban? A pre, vëlla baba pre, po nona, jo s'ka pre nona, se s'patëm. Po që s'ka pre nona e, qajoa, ku aja nona ti, ku ka punu, ku ka jetuën? Një kurban është për bashkëshortën dhe fëmit, për familje. Dhe është ndaluar prej kurbanit me përfitu ose me shit një pjesë. Për shembull, lëkura e kurbanit nuk shitët. Për para, më shkemenja shakan babe, nuk e di, qojshin dikun, për para i kanë që pasi islame. Ma herët nuk e di, ma vorë një qesin a për male, ku e di unë, se s'kemi dëni ndërmarje, ati dëni, për shembull, këto biznesi qeveria. Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, po qelebe një fabrik të përpunimit të likurave, vetëm kurbanët, shka ti dhurojmë, se nuk shitët, të kemi të ndaluar, me që ja qojmë fabrikës, i përpunot një ban kundra, ku e di unë në gjaketa. Nuk guzon me shit. As leshin e dhanve me bo me qeth, nuk guzon me shit. Edhe nuk guzoni me i dhanë ati që e therë kurbanin për juve, e kibli kurbanin, efton kasapin. Sa pare e therë një kurban? 20 euro, për shembull. S'po do me ja thonë pare, po ja jap mish prej kurbanit, të çmimi, e ndaluar është, nuk lejohet. Ban me i dhanë, ta shkeni kujdes. Ka arë njoni me ta pre kurbanin 20 euro. E ka pre kurbanin, ja jap 20 euro, u kri, mishin jap dhurat, ban. Amo mishin me ja dhonë si çmim, është ndaluar se përfiton. A kështu për shembull 180 të bu kurbani. Edhe 20 kasapi, 200, ti s'ke përfituar prej kurbanit. A që ato 20 minus me mish mi shitën, është përfitim. Nuk lejohet prej kurbanit kur gjon me përfituar. Dhe dikush me një muhabet a di më tha, tash sa e ka kuptu kipi hoxha, tha, se kisha ditë, që këta, shka be s'kishe ditë? A be një hoxha tha, pejgamberi alayhis salam, dini sa kurbana i ka prejnë, di kurbana i ka prejnë, një për veti edhe një për umetin. A kjo është një hadith i vërtet, pa di me një rast, pejgamberi alayhis salam ka prejnë një kurban për veti, o Allah, pranoje prej meje, i jemi. Qetrin, bismillah Allahu akbar, o Allah, pranoje për umetin tim, mbaroj, edhe i kishë mbet në kokë pejgamberi alayhis salam, di kurbana i ka prejnë se kishë në ditë. Po asë e ki ditë, asë se pas e ditë apë.
Pejgamberi alayhis salam I ka prejën 63 kurbona. Më thonën, nëse është fjala tash unë nuk e di për çka e ka pas. Tash e di për shembull kemi thërë kurbona në hax. Në hax ka, domethënë njerëz që duhet me I prejën 2 milion, 5 milion kurbona. Tash e ki fjalën sa kurbona ka prej për vete, apo sa kurbona ka prej kur janë mbledh në Medinë. Se për çdo 63 I ka prej pejgamberi ish panal. Ka thap, a lodh dikur Alijes, kerremallahu wajha, ma e briskin vazhdo. Unë se di për çka ka pasëm fjalën. Sido që të jetë inshallah Allahu është razi në neve dhe familjet tona dhe vepra. Dhe nonja menë në këto ditë, mos bani të një gabim me lëshim, e të një sjellje të ult, që bie në kundërshtim me besimin, fejen, Kur'anin, ku e di. Faluni, agjeroni, jepni sadaka, bani të një punë të hajrit, lexoni Kur'ana, bani dhikra, tobe, istikfar, edhe ibadet, edhe namaz mos I lini. Walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.